Unë jam I vetmi drejtor policie që kam dhënë, ish drejtor policie që kam dhënë ndërheqjen, pasi kam denoncuar korrupsionin qeveritar. Jam larguar, sepse e shisha vetën më trim duke vesh gjaketën civile se sa në uniformën e policisë, pasi atje eprorët servil të politikës mundohen të shfrytëzojnë duke të keq përdorur. Unë nuk kam pranuar të çojnë në rrugë të gabuar si drejtor policie? Të çojnë. Nëse ti nuk je trim dhe I fortë për ta përballuar, nëse ti nuk ke autoritetin dhe integritetin tënd dhe moralin, të dorëzohesh. Po sot ndodh kjo me të tjerë drejtues? Sot janë shumicat marrën peng. Ne kemi prodhuar, ne kemi drejtorin e policisë së shtetit që ka ardhur duke ndryshuar ligjin, duke orientuar ligjin të shiko. Në Shqipëri prodhohen ligje. Prodhohen ndryshoj ligjin? Shpirë ka prodhohen ndryshoj ligjin? Prodhohen ligje për t'i dhënë